Çka nëse presioni i një narcizoidi është i vazhdueshëm? Se ne kemi lidhje të shumta që pavarësisht vullnetit vajzës, se unë jam gjithmonë kraj i vajzave. Absolut. Pavarësisht forcës që ajo merr një ditë largohet, ky djali ose ky narcizoidi asnjëherë nuk e lën të lirë me presionin që i bën, ose me prezencën, ose me mesazhet që i përçon. Si mund të largohet? Po e ditë ne kemi pas raste ku ka pas vrasje të grave dhe pasi që janë dalë nga burri. Pikërisht, po. Për shkak se tipi narcizoid nuk e pranon personin tjetër të jetë i lirë, për shkak se i duket vetja që ka humbë diçka dhe nuk është në qendër të vëmendjes. Çka duhet me bë personat? Duhet me kërku së pari ndihmë profesionale, e dyta të bisedohet në familje për gjëra të tilla, e treta të lajmërohen organet kompetente për këtë punë. Se dhuna fizike mund edhe të kaloj për një kohë, po dhuna psiqike vazhdueshme shtyn personat që të kryen akte të cilat e kemi parë